Ministri i Mbrojtjes Spiro Vengu zhvilloi një takim me shtabin e emergjencave në Lezhë për të analizuar situatën e krijuar nga moti i keq dhe masat që do të merren në orët në vijim. Pas mbledhjes, Vengu deklaroi se situata mbetet dinamike dhe se strukturat janë në angazhim maksimal. Ai theksoi se janë kërkuar mjete shtesë, ndërsa forcat e ushtrisë janë dislokuar në Kurbin, zonën më të prekur nga reshjet, si dhe në Lezhë për t'i paraprirë përkeqësimeve të mundshme. Ndërkohë po ndërhyhet në 3 ura që kanë pësuar dëmtime. Kemi bërë një pasqyrë të situatës, sidomos në përgatitje të një fronti dytë meteorologjik në fakt që presim në orët në vijim. Siç jeni ndjeni në orët e para të mëngjesit kemi pasur situata komplekse, sidomos në bashkinë Kurbin dhe disa zona urbane të Lezhës në fakt, por situata është stabilizuar progresivisht, ka pasur një ndërhyrje nga bordi i kullimit në disa argjinatura. Si kundër kemi pasur dhe vërshime pronjsh nga lartësitë edhe të bashkisë Kurbin dhe njësisë Milot, ku na është dashur të ndërhyjm pranë banorëve në mënyrë që të mos kemi problematika. Kemi angazhuar edhe shtesë të ekipeve të forcave të armatosura, një skuadër edhe në dispozicion të bashkisë Kurbin, e informova dhe kryetaren, dhe ekipi Gjenios që do ndihmoj emergjencat civile vendore për 3 ura që kanë pasur një vështirësi me këmbë të shëmbura gjatë vërshimit të ujrave gjatë mesditës, dhe duam ta rehabilitojmë këtë situatë sa më parë në mënyrë që të mos kemi asnjë fshat të bllokuar. Në momentet që flasim kemi 50 banesa të prekura në zonën e Mamurasit dhe afërsisht 40 të tjera në njësinë e Milotit, çka e bën praktikisht dhe zyrtarisht bashkinë e Kurbinit bashkinë më të prekur në rang vendi. Në bashkinë e Lezhës janë evakuar 4 familje, të strehuara në konviktin e shkollës profesionale. Në lagjen Sake, disa banesa mbeten të rrezikuara, por ndërhyrja kërkon miratim nga ministria, pasi zona është e mbrojtur. Situatë kritike paraqitet edhe në Kallmet, ku rezervuari ka arritur nivelin maksimal. Probleme raportohen edhe në Dragush e Dajç, ku kanalet e ujrave të larta mund të shkaktojnë përmbytje nëse rreshjet vazhdojnë. Në Kurbin është evakuar një familje në fshatin Gjorm, ndërsa në Mirdit situata është më e qetë, me rrëshqitje dhe prani inertesh në disa rrugë rurale, ku është ndërhyrë gjatë ditës. Drejtoria rajonale e ujitjes dhe kullimit njoftoi se hidrovorët po punojnë me kapacitet të plot dhe pa probleme. Ndërhyrja janë kryer në kanalet kulluese të Kurbinit dhe në ato të Zadrimës për shmangur përkeqësimin e situatës. OSHAER raportoi ndërprerjet e energjisë mëngjesin e sotëm, por furnizimi është rikthyer pas ndërhyrjeve teknike. Ndërkohë, policia e Lezhës ka shtuar patrullat në akset me rrezik për të kufizuar qarkullimin dhe për të siguruar mbarvajtjen e lëvizjes.